apo heqja e palishme e lirisë të një personi për shkak të mos pjesëmarrjes në tendra, në një kohë që zoti Agasi nuk ka asnjë aktivitet dhe asnjë lidhje me tendrat në Aksh. Thatë duke ardhur tek përgjigjja e pyetjes tuaj, ju bëjmë dije se zoti Agasi i ka mbaruar punët e veta, por në këtë terren vetëm po të jetë një njeri që do që t'ia hedhin çelësin në det, mund të vijë të paraqitet në organet e drejtësisë. Dhe kjo situatë e cila është krijuar Kastile dhe duke ngritur akuzat të rënda bëjnë që zbatimi i masës së sigurisë bën që ai të mos ketë më asnjë shans për të komunikuar me drejtsinë në bazë të drejtave të kushtetuese dhe procedurale. Prandaj, megjithatë është vendimi i tij për të ardhur apo për të mos ardhur, për të paraqitur, por në kushtet që nuk ka asnjë informacion, nuk ka asnjë provë, nuk ka asnjë material për akuzat që i ngrihet, vetëm po të jetë i çmendur të vijë të paraqitet. Gjë kam të pyetje para së fundmi.